Neurokirurgu zbulon ushqimin sekret që rrit kujtesën, shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Shëndeti i trurit është thelbësor për ruajtjen dhe funksionin njohës, qartësinë dhe kujtesën, ndërsa ne plakemi. Ashtu si ushtrimet që i sjellin trupit dobi, disa ushqime mund të mbështesin edhe shëndetin tuaj të trurit. Ushqimet e pasura me lëndë ushqyese, duke përfshirë këtu ato të pasura me antioksidant, yndyrna të shëndetshme dhe vitamina thelbësore, luajnë një rol kyç në promovimin e funksioneve të trurit. Përfshirja e ushqimeve që stimulojnë trurin në dietën tonë mund të përmirësojnë kujtesën, të na mbrojnë atë nga rënja njohëse dhe të mbështesin mirëqenien e përgjithshme mendore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Neurokirurgu Brett Osborne ka nxjerrë në pa disa nga ushqimet e tij të preferuar për të ruajtur kështu shëndetin më të fortë të trurit. Prandaj ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar rëndësinë e këtyre ushqimeve për kujtesën tuaj. Boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidantë të cilat ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ dhe inflamacione në tru. Kjo mund të mbrojë qelizat e trurit nga dëmtimet dhe të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve neurodegenerative. Studimet tregojnë se konsumi i rregullt i boronicave mund të përmirësojë kujtesën dhe të vonojë rënien njohëse të lidhur me moshën. Ai citoi: "Unë ha boronica çdo ditë, qoftë në smoothie ose edhe në sallata." Sipas Shifajns, ai citoi se ato janë një ushqim shumë i mirë për fuqinë e trurit. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile ndihmojnë në shëndetin e trurit duke reduktuar inflamacionin dhe duke përmirësuar funksionet njohëse. Ai citoi: "Unë përdor spinaq të freskët në smoothie çdo mëngjes. Perimet me gjethe jeshile janë të mira për tretjen dhe një sistem tretës i shëndetshëm shpesh nënkupton një tru të shëndetshëm, sepse të dyja sistemet janë të lidhura me njëra tjetrën." Brokoli. Brokoli është një perime gjithmonë më shumë popullore. Brokoli përmban komponentë si sulforofan që kanë në qenë të lidhur me uljen e inflamacionit dhe përmirësimin e shëndetit të trurit. Si fillim, sulforofan është gjithashtu një agent kimik parandalues kundër radikaleve të lira, veçanërisht ato të gjirit. Shtoni pak brokoli në vaktet tuaja, citon Osborne. Vezët. Shija dhe cilësia e pasur e vezëve i bën ato të përsosura për çdo vakt. Përveç kësaj, ato janë të shkëlqyera për shëndetin tuaj të trurit dhe gjithashtu rikuperimin e memorjes suaj. Eksperti këshilloi konsumin e 1 deri në 2 vezë të zira çdo ditë, si një formë mjaft e mirë ushqyese për kapacitetin e memorjes. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë gjithashtu peshku i yndyrshëm. Peshqit yndyror të tillë si skumbria, salmoni dhe sardelet janë plot me acide yndyrore omega 3, veçanërisht EPA dhe DHA. Këto yndyrna thelbësore janë pjesë e strukturave dhe funksioneve të trurit. Ato kontribuojnë në rrjedhshmërinë e membranave qelizore dhe mbështesin gjithashtu komunikimin midis neuroneve, të cilat do të përmirësojnë kapacitetin e trurit tuaj. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, të cilat i detyrojnë më së shumti elementit flavonol, ndihmojnë kështu në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru, dhe gjithashtu këto element gjejnë më shumë të çokolada e zezë dhe janë në një zgjidhje produktive kundër këtyre komplikacioneve. Në dietën tuaj mund të shtoni zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasura me vitaminën B6, vitaminën B12, gjithashtu zarzavatet janë më të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Përfshirja e zarzavateve në dietën tuaj në formën e tyre të rregullt do të jetë një mbrojtje më e mirë e kapacitetit tuaj të kujtesës. Arrorët. Arrat, gështenja dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave janë shumë të mira për shëndetin e trurit. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionet e tyre njohëse. Në dietën tuaj gjithashtu shtoni frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, si ato të rëndësishme siç janë manat, manaferrat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si një superfrut.
dhe mund t'japin rezultate fantastike për përmirësimin e kujtesës suaj dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të rënies njohëse. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit MNZ janë gruri, misri, orizi. Këto produkte, përveç se janë shumë të këshillueshme në recetat dedikuese, janë po aq të mira dhe në drejtim të shëndetit të trurit. Gjithashtu, efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga natyre ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit në gjak. Sa më në moshë jeni, aq më shumë të rekomanduara janë ato për dietën tuaj. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikurse i gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil. Por, nëse shumë nga ne kujdesemi që këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtojnë se kjo gjë duhet bërë edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është përbërje e kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, por më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Ekspertët citojnë gjithashtu se dhe rukola është shumë e mirë për shëndetin e kujtesës. Studimet tregojnë se njerëzit që hanë 1 ose 2 racione me ushqime të gjelbra në ditë kanë aftësinë mendore të dikujt 11 vite më të ri se ata që nuk konsumojnë barishte dhe perime të gjelbra. Rukola është një nga barishtet më të mira për trurin. Është një barishte me dhunti të shumta për shëndetin e mirë. Ajo përdoret kryesisht në sallata, por edhe në gatim krahasuar me perime të tjera. Shqiptarët e kanë kultivuar rukolan pas viteve 90, por në vendin tonë poze gjithmonë edhe më shumë një përdorim të veçantë. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasura me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues dhe për më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica luan një rol kyç për shfrytëzimin e organizmit dhe veçanërisht të bakrit, që forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin dhe janë të mira kundër kapsllëkut. Ndër të tjera është zbuluar se njerëzit mund t'i përdorin boronicat për përmirësimin e aftësive të tyre mendore gjatë provimeve ose gjatë ditëve të vështira të punës. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B, që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë në qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase. Krahas të mirave të trurit, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë për gra shtatzana. Vaj i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës dhe të trurit tuaj. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon në menaxhimin e peshës, të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak, të lehtësoni depresionin dhe të mbroheni nga sëmundjet kronike. Salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë të kurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si, fosfori, zinku dhe kaliumi, si dhe grupi vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksioneve të duhura të tiroides, lufton inflamacionin në nyje dhe ndërton inteligjencën tuaj. Arrat. Edhe arrat konsiderohen të mira pasi përmbajnë acide alfa-lineolike, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjent dhe më mendjemprejt. Pra arrat ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit tuaj. Arrat, krahas të mirave që sillen për trurin, gjithashtu përmbajnë edhe vitamina dhe minerale, ushqejnë flokun dhe luftojnë kolesterolin, gjithashtu luftojnë diabetin dhe ushqejnë shëndetin e lëkurës. Vazhdimisht konsultoni me mjekun për çdo komplikacion që mund të keni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.